Ondër e kom pas gjithë me ardhë në Kosovë. Më erdhë mundësia me përfaqësu kompaninë tonë Baumont AG. Në sezoni kemi 300 punëtorë që operojnë për neve. Kur përvoja ndërkombëtare bashkohet me dashurinë për vendlindjen, gjithmonë rezultatet janë të prekshme dhe reale. Unë faktikisht prej 93-ës jemi në Zvicër, jetojna në Zvicër. Se unë jam lind në Bosnë, si që dimi atëherë ka kris lufta në Bosnë dhe tani na jena shpërngull në Zvicër me prind. Prej 93-ës do me thonë kom fillu shkollën, tani edhe zanatin, shkollën e lartë në Zvicër, punoj. Po atë dashnin për vendlindje, do me thonë shkoke i prindve që na kanë tregu, spjegu gjithë, edhe po në pushime, çdo pushim kemi shku, kur kemi mujtë natyrisht, një periudhë tani ka qenë kohë gjatë që dhe s'kena mujtë, kom ndjetë gjithë atë mungesën, po edhe, si që thash, shkoke i tregimeve të prindve, e kom pas atë dashnin për vendlindje, që s'kom mujtë kur me përjetu, shkoku që as kom linda, as kom jetu kur në Kosovë. Ondër e kom pas gjithë, kështu që më erdhë mundësia para gjys viti për me ardhë në Kosovë, me përfaqësu kompaninë tonë Baumont AG, që jemi tani këtu në zyrët kompanisë. Kompania Baumont AG është themelu në 2014. Unë që 6 vite punoj për kompaninë Baumont AG, e themeluar nga një biznismen shumë i suksesshëm në Zvicër, Kushtrim Shala, dhe ma oferun këtë mundësi. Unë pa asnjë hezitim e pranova që gjys viti unë këtu, kështu që po shpresoj që gradualisht, do me thonë mu zhvendos për permanent, sepse për momentin jam dikun 80% këtu, 20% në Zvicër, sepse i kemi aty, do me thonë, qashtu në lidh puna, takimet me klienta, po edhe shkoki i familjes. Kompania Baumont AG ofron, do me thonë, ne jemi në sektorin e rekrutimit të punëtorëve të kualifikuar në sektorin e elektroteknikës dhe ndërtimtarisë, po ashtu e kemi edhe një pjesë të vogël në sektorin e farma, kimi. Në vit, do me thonë, në sezoni kemi dikun 300 punëtorë që kemi në teren, që operojnë për neve, po ashtu edhe headhunting për pozitat e larta, për kompanitë ndryshme në Zvicër. Edhe kemi, do me thonë, si që dini që në Zvicër shqiptarët kanë përparu shumë, kanë hapë kompaninë si cilën sektor, sidomos në ndërtim, edhe neve si dy shtete, do me thonë Zvicra dhe Kosova, jemi shumë të lidhur, sepse ndërkohë kemi me qindra mira shqiptar që jetojnë në Zvicër, po ashtu shumë ndërmarrës të suksesshëm që kanë hapë kompania në Kosovë, edhe gjithë ne ma shumë ju duhen edhe atyne, do me thonë, punëtorë të kvalifikuar, e ne jemi tashti duke u bon një pikë ndërlidhëse, që si kur punëtorë të kvalifikuar që ju gjejmë kompanive në Zvicër, po ashtu edhe në Kosovë, se ka shumë potencial, edhe këto ndërmarrit në Kosovë, do me thonë, kanë nevojë për punëtorë të kvalifikuar, por profesionist shqiptar, që do me thonë ndërkohë ka shumë në Zvicër, edhe po vinë edhe këtu, do me thonë, po pranojnë projekte udhëheqëse, do me thonë pozita udhëheqëse në Kosovë. Kjo është, do me thonë, ideja jonë që të ndërlidhemi këto dy vendet mike që jena ndërkohë shumë të lidhur së bashku, do me thonë, mi afru në dy ondë që të përfitojnë të dy shtetet nga kjo që ofrojmë na. Për mu me orë në Kosovë nuk e kom menu as njëherë, as pak se kom menu, do me thonë, s'kom pos nevoj për me menu, kom pranu me njëherë, dhe shumica e neve, do me thonë, që jena rritë dhe jetojmë jashtë, e kemi këtë dëshirë, mos ta them dhe ondër, për me orë në Kosovë, me jetu në Kosovë, sepse s'ka sen më të mirë se me jetu edhe me vepru në vendin tanë. Ne si Baumont AG për momentin, këtu në Prishtinë, në këto zyre, jemi 3.
punëtor, edhe ideja është që për një afat të mesëm, të thëmë 3 deri në 5 vite, të bën dikun 10 punëtor, edhe të zhanojmë në komplet këtë tregun e Kosovës të zhanohemi, po ashtu edhe të zhvendosemi, ndoshta dikur komplet prej Zvicrës këtu si kompani edhe të operojmë tani prej këtuit komplet, jo vetëm për tregun zvicran, po për të gjithë tregun evropian. Përveç Baumontit, investitori është i fokusuar edhe në platforma digjitale, që 2 vite jemi me platforma digjitale, por nuk janë vetëm platforma digjitale, por janë edhe një vizion biznesi që lidhë përvojën ndërkombëtare me zhvillimin e vendlindjes. Është një histori transparence, inovacioni dhe guximi për të ndërtuar diçka në një treg që për vite me radhë ka funksionuar pa standarde të qarta. Në qendër të kësaj historie qëndron Kushtrim Shala, është një biznesmen i suksesshëm në Zvicër, i cili ndërtoi suksesin e tij në një ambient ku rregulli, korrektësia dhe profesionalizmi janë themeli i çdo biznesi të qëndrueshëm. Këto vlera sot ai po i sjell në vendin tonë përmes investimeve të tij strategjike, duke ngritur nga afër funksionimin e tregjeve të zhvilluara, lindi ideja për të zhvilluar platforma ku të bënin tregun e veturave dhe të pronave më të krahasueshëm, më të transparent dhe më të aksesueshëm për qytetarët. Vetura Scout u krijua si përgjigje ndaj mungesave të informacioneve të sakta mbi tregun e veturave, një platformë ku blerësi ka qasje në gjitha dhënat e nevojshme, ku çmimet krahasohen lehtë dhe ku vendimet merren mbi faktet reale, jo mbi supozime. Në të njëjtën frymë u zhvillua edhe Prona Scout, një platformë që synon të vendosë standarde të reja në tregun e patundshmërisë. Qëllimi nuk është vetëm publikimi i prona, por krijimi i një tregu të rregullt, ku transparenca dhe besimi janë në qendër. Këto platforma nuk janë thjesht produkte digjitale, ato janë mjete që japin tregët më shumë liri, nxisin konkurrencën e ndershme dhe ofrojnë informata të plota për qytetarët. Ato ofrojnë standardet tona me ato europiane dhe kontribuojnë në krijimin e një ambienti ekonomik më të shëndetshëm. Vizioni është shumë i qartë, ndërtimi i një tregu modern, të hapur dhe të besueshëm, ku teknologjia i shërben qytetarit dhe zhvillimit të vendit. Pra, kur përvoja ndërkombëtare bashkohet me dashurinë për vendlindjen, gjithmonë rezultatet janë të prekshme dhe reale. Për platformat Vetura Scout dhe Prona Scout gjithmonë synohet të jetë korrektësia dhe besimi ndaj klientëve, është diçka e re në Kosovë, diçka që ka pasur vetëm në tregjet evropiane, për ata ju ka servuar edhe qytetarëve që t'ju ndihmojë gjithmonë në blerjen e prona dhe vetura, po ashtu edhe në listimin e tyre, në shitjen e tyre, gjithmonë më të lehtë dhe më të shpejtë dhe gjithmonë shumë të sigurt. Unë jam Naim Budakova dhe jam pjesë e kompanisë Baumont AG në Kosovë. Jam Ermal Çoraj, pjesë e kompanisë Kosova Digital Marketplace.